Na trego pak për zeqatin dhe tatimin e vlerës shtuar ose të vëshën që e themi neve, a janë njajtë? Unë mendoj thot po. Allah të rujtët bekoft, nuk janë njajtë. Zeqati është diçka tjetër, kurse të vëshë është diçka tjetër. Pra ata që nuk e din, të vëshë është një tatim i cili paguhet, dhe më thonë në po qujnë shtetë për me detalizu ku në Kosovë është 18% në vlerën e mallit, dhe më thonë nëse ban 100 euro një mall, 118 i shtohet edhe të vëshëja. Këta e pagun, dhe më thonë, se cili që e blen, deri tek i fundit, klienti është ai që kreti i fundit, dhe më thonë, e pagun. Po do me thonë këtë vëllavë që është njëjtë, të vëshëja dhe zeqati, pra nëse unë nuk e jap zeqatin e kom dhënë të vëshën, pi bjen njëjtë. Themi jo, zeqati është 2.5%, nuk është 18%. Po ashtu ka në për shtete edhe tatim fitim, ku në Kosovë është 10%, ka vende që janë 25, 50 edhe ma shumë. Pra në fund vitit, ai fitimi total, sa kem mbledh fitimin, nëse kem mbledh në një firmë 10.000 euro, po thamë, duhesh mi pagu 10% asoj shume, mi alon shtetit, tjetrën mund është me e tërhek ose mi marrë të pare. Nese, më syn detajet tash të ekonomisë, themi nuk është e njëjtë, për arsye se zeqati ka kushtet caktume, ka sasit caktume, ka vend të caktuar ku duhet me shku zeqati, edhe nuk përkan, e kemi të analizuar, të studiuar këta hoxhallar, dietar para meje, na e kemi, unë kam të lexuar si mesele, prandaj nuk përkan. Edhe unë do të kisha dëshirë që me qenë kjo për arsye se edhe neve pagujmë të vëshë, pagujmë edhe tatim në fitim në fund vitit, por nga ona tjetër nxjerrim edhe zeqatin, elhamdulillah. Prandaj do të kisha pas qef kjo me qenë, po them kështu vërtet, por nuk hyn.